një javë që flet për vllaznin, por besoj më shumë është e rëndësishme curia pozitive e skuadrës shkodrane. E 6 fitore rradhë, e 5 për këtë. Shumë e rëndësishme, Gjergj, shumë e rëndësishme. Aja që më gëzon është që u bëha sot ndeshje që nuk pësojmë gol, gjëra që kena konsolidu fazën defensive në mënyrën maksimale të mundshme. Normalisht nuk jena që spektakular sa kena kanë fazën e por, jena më pragmatista, por rritena, nuk jena ala në 100% tonë. Duhet marrim ndeshjet me radhë, kena marrë 3 pikë shumë të rëndësishme sot. Nuk kemi kohë me gëzu sepse të premten është një ndeshje prapë shumë e vështirë që është Vora dhe duhet jena të përqendruar maksimalisht, tulim kokën sepse ndeshjet sa vinin vështirësohen. Timi i Çatos sa ndikoi dhe sa i besuat. Shumë shpejt i besuat edhe Kevin Dodet, cili rikthehet nga Bullgaria. Normal, Kevi sot mori u dëmtu Çatëra, na prishi punë, megjithatë Kevini hyni në lojë, normalisht duhet gradualisht marrë minuta, sot kishim nevojë la maksimumin e vet. Luftoi, punoi për ekipin, sidomos në fazën defensive. Thash kur ekipi punon kompakt, emnat dalin planin e dytë sepse plani parë është grupi e që djem kallzojnë fush. Një herë Bala, një herë Kastrati, një herë Kallaku, sot ishte rralla e malës për të ndihmuar skuadrën me golin e tij. Gjergj, njëri më mirë se tjetri, çështje besimi, çështje edhe formet mas shumë dëmtimeve që kena pas, thash duhet ulur me kam tokë, sepse kampionati vjen e vështirësohet, ka filluar numërimi mbrapsht, po shumë shpejt me fillimin e numrit mbrapsht, duhet punojmë për ditë, ashtu siç stërviten, ashtu duhet paraqitet në ndeshje. Unë s'kam që më thonë, komplimentet më të mira për djemt, njëri më i mirë si tjetër, jo vetëm si lojtar, por edhe si djem jashtë lojës. Pra keni rritur entuziazmi edhe nga tifozëve. Më shumë tifozë ndoshta se çdo ndeshje tjetër sot në Durrës. Duket që atmosfera pozitive ka përfshirë gjithë në shkollën. Unë i falenderoj sepse të vish këtë orar, bravo i qoftë, i falenderoj sepse na kena nevojë për ta, kena nevojë për mbështetjen e tyre. I falenderoj nga zemra edhe këto që ishin sot këtu, edhe ata që na kanë po në televizor, bëjmë gjithçka, jena të fokusuar në çdo moment sepse e dim që futbolli është për ta shpresojmë deri në ditën e fundit që t'i gëzojmë. Fituat në një stadium ku keni korrë sukseset më të mëdha si trajner. Duket se tashmë është rralla në uniformin kuqe-blu për të përshtritur ato suksese që keni arritur në këtë stadium. Inshallah, domethënë duhet punojmë fort. Unë shpresoj që do të huta të kapin vendin e 4, sepse kam një pjesë të mirë, një histori të mirë këtu, e kam kaluar shumë mirë, kam fituar shumë trofe këtu, i uroj suksese pafund Durrësit edhe i falenderoj gjithmonë për mikpritjen. Faleminderit.